kam prit shumë mirë, e kom pa domethënë notat, si ka notat, si është vijimi, i mësimit, janë të rregullt. Edhe kur i ardh në stërvitje, ja kom të rregë vërejtjen, nëse ndonjë nxënës është me nota dobta, atëherë edhe këtu nuk ka vend. Kjo është shumë e sinqertë dhe shumë e vërtetë. Ti kam shkuar përfundim domethënë të shkollave, jam shkuar e kom shikuar domethënë si ka nota, si është vijimi i mësimit e kështu. A ka ndodhur ndonjëherë e përmende që këtu kanë ndikuar pozitivisht të nxënësit tjerë, kanë insistuar domethënë më përmirësu se nuk më me kanë pjesë e këtij grupi të shkollës të futbollit. A ka pas prej atyve nxënësve që sot është futbollist dhe luan ndonjë ekip? Me emër që ose mund të shohë. Po të tregoj që Lorik Boshnjak ka qenë një nxënësve. Po shkëlqyshëm. Që shkua edhe me Ramon, edhe në atë ku kam qenë. E tjerë Talja Trosinov, si që kanë këta Visar Plaka e këto i kom pas grupe, në qatë shkollë të futbollit, që më shkuj ku vizitua në shkolla. Edhe pa ditë hesh, veshim ku ti kishe notat kështu. Me evidencë, jo. Po, patjetër. Edhe në stërvitje. Patjetër.